Ka edhe shumë probleme. Po. Të marim disa hollësi edhe mbi hetimet, sepse sa dëgjuam edhe lajmin pra për 100 zyrtar që po hetohen, ju jeni avokati njerëz nga komisionerët, cilat janë realisht edhe detajet e këtyre hetimeve? Po, do të thënë, unë kam asistuar në polici dhe kemi kryer një zonjë e cila është komisionere nga partia e subjektit të vendosjes. Dhe ajo zonjë, kostim para me mua, duke ditur se është një lehtë komplekse, ajo është mbrojtur në heqje. Por dyshimet janë se kjo zonjë ka nënshkruar dokumente, pavarësisht se zonja, të cilën po që unë konsideroj se duhet të dalë e pafashme, ajo ka treguar se fajet duhet të kenë edhe bashkëpunim nga partia vendosëse, sepse procesi zgjedhor gjatë numërimit të votave dhe shpërputhja nga komisioneri tjetër një partie i cili ka regjistruar votat në kompjuter, aty janë bërë dallim dhe aty po vjedhet. Por nga dhe duke menduar kjo zonjë se ka pasur përvoja edhe të tjera në procesin zgjedhor që ato kanë shtuar të rregull, kush ka pasur të thotë vjedhe, nuk është njohur këtu në Kosovë, ajo ka nënshkruar dokumentin final që procesi ka shkuar në mënyrë normale. Andaj nga policia gjatë intervistimit në polici ka thënë se përderisa ju e kontrolon vetëm pa kohë pse keni shkruar dokumente. Pra, me një farë mënyre, edhe e mbrojtja është e pashme. Por do shohim prezantimin e thënë raport sepse nëse janë lidhur votat në kompjuter nga ai komisioner që ka registruar votat për kandidat politikan, atëherë do të shkon ai subjekt, pra shkon ai komisioneri në burg. Por standardi është i dyfis dhe standardi është edhe më i thellë se përse politika nuk po jeton. Pra, ka të standardit dyfis. Dhe ka amnistim, ta këni figurat të fort për shkallëve, sepse politikanë kanë dalë në televizion dhe në portale kanë bërë thirrje që të jetojnë votat tona si janë të vjedhur, janë manipuluar. Dhe pse atëherë nuk është bërë një hetim më përmbajtur, më i fuqishëm që të arrestohen edhe politikanë. Dhe jo tani një zonjë e cila është familjare dhe vetë shkysh ka një fëmijë. Ajo tash tani faramzonin prokurorin janë gjasat posue gjuse Po besoj që tani do